Shqiptarë Tirana, zbashku me të sistemi të akademistua, ku të provojmë të prezentojmë të vlerat e të shkimi studiore nga Kosova Lindore, por ja të klasin tonë më të madhe, për nderin tonë më të madhe, për privilegin tonë më të madhe, e kemi të prezentë edhe rektorin e universiteteve, i cili është një figurë shumë e shkuar, shumë e nderuar, jo vetëm në Shqipëri, por në mbarë fitullin shqiptar. Gjithashtu, me ne, është një ngasi shumë e veçantë, e kemi këtu edhe shqiptarin, një në figurat më pikare tjetër në Shqipe, zotin Mileta Lishka, i cili ka shkuar shumë romane, por edhe janë të përfyra edhe shumë gjë tjera, shumë gjë të Europës, ku mund të themi se Mileta Lishka nuk është vetëm i Shqipërisë, por është një personalitet evropian për shkak se edhe veprat i ka të përfyra dhe veprat e tij janë edhe në librari shumë qendrëve tjera evropiane. Prandaj, me kësi më të madhe, në nderin më të madhe, unë sot kam kësi që kemi kusafer zotin rektor dhe shqiptarin tonë të nërëruar Mileta Lishka. Professor Fallendier, drejtori ju emisionin edhe do animoni, po kisha dëshirë që të fjalë të profesorët Fallendier, si rektori i universitetit, si profesor. Faleminderit ju tjetë. Sa po takova krijuesit nga Kosova Lindore, dhe tani kam rastin që të takoj edhe nxënësit që vinë nga Bujanoci. Për ne është një kënaqësi e veçantë, sepse ne kemi plot të rinj, plot student nga Kosova në Universitetin Evropian të Tiranës në të tre ciklet e studimit, në bachelor, në master dhe në studime doktorale, por nuk kemi ende student nga Kosova Lindore. Natyrisht, kjo është një tërheqje vëmendje për veten time dhe për ekipin që unë drejtoj, sepse besoj që do ta korrigjojmë dhe do jemi prezent në këtë pjesë të kujtojnë shqiptar, sepse ne jemi një kom, jemi një vend, dhe besoj që zbashku me bashkëpunëtorët e mi, Medvegja, Bujanoci, Presheva, do jenë pjesë e këshillimit të karrierës e tureve që ne do të zhvillojmë në gjimnaze, duke fillu nga viti akademik pra 2015-2016 dhe pra vera tjetër, besoj do na gjejnë në gjimnazet tuaja, do na gjejnë në shtëpitë tuaja. Unë bashkë me ambasadorin, me shkrimtarin, me kolegun, pra pedagogun Mileta Lishka, biseduam edhe me profesorin dhe premtuam që së shpejti do realizojmë një vizitë të shkurtër në gjimnazet e Kosovës Lindore, në mënyrë që kemi një bashkëbisedim të hapur me të rinjt atje, me nxënësit për të prezantuar UET-in, po jo vetëm UET-in, në tërësinë e programeve dhe profileve që ofron, por që ne së bashku me shkollat në Kosovë dhe në Shqipëri të shkojmë gradualisht drejt atij që ne kemi quajtur në UET dhe e kemi nga se tu shprehjet tona afatmesme, një tretë të përbashkët të edukimit. Kjo është rruga më e mirë për të bashkuar kombin, për të bashkuar shqiptarët, pra që ne të mundim kohën e sotme me dije, me shkencë, me universitet. Kështu që le ta shfrytëzojmë takimin e sotëm që të njihni më mirë Universitetin Evropian të Tiranës, i cili është një institucion i arsimit lartë, i themeluar 2006, i akredituar institucionalisht dhe në 100% të programeve në të tre ciklet e studimeve, pra në bachelor, në master dhe në studime doktorale. Dhe unë i bëj thirrje nxënësve që kam përballë, që le të jenë përfaqësuesit tonë tani në Kosovën Lindore, në mënyrë që të PR-izojnë dhe të marketojnë Universitetin Evropian të Tiranës ashtu siç e shohin, pra të thonë të vërtetën. Besoj që pas këtij takimi do të keni mundësi që në bashkëpunim me dekanin e studentëve dhe me drejtues të tjerë, me punonjës të tjerë që ne kemi në dispozicion të PR-it dhe të
kujdeset me studentët, mund të vizitoni mjediset e universiteti, biblioteken, apo ambientet e tjera në mënyrë që të krijoni një njohje më të afërt, më të madhe për të institucion. Mu nuk më mbetet gjë tjetër se njëherë sinqerisht ju falenderoj fort që keni ardhur dhe natyrisht duke përsëritur edhe një herë premtimin që ne do jemi prezent në gjimnazet tuaja shumë shpejt bashku me një grup studentësh të Universitetit Evropian të Tiranës, por me ambasadorin Alinçka, i cili është fakt personi kyç, sepse arsyeja pse jeni sot këtu, do takoni ambasadorin, shkrimtari, por që për ne është një ndër pedagog të nderuar të këtij universiteti në Fakultetin e Shkencave Sociale. Para se të largohem, kam edhe disa angazhime të tjera, unë megjithatë jam i hapur për çdo lloj pyetje apo komente apo sugjerimi që mund të kenë nxënësit sfari, pastaj edhe kolegë të tjerë krijues nga Kosova Lindore, të cilët do shpreh edhe herë me njohën që janë prezent sot në Universitetin Evropian të Tiranës së Mesme. Jeta Liçka ka lindur në Tiranë në vitin 1951. Ka marrë gradën në shkencore doktori shkencave didaktike në 1989 dhe titullin profesor i asociuar në 1993. Ka kryer detyra profesionale mësues në fshatë e rrethit të Matit 1973 dhe redaktor i shtëpisë votuese të librit shkollor 1983-1991, drejtori i shtëpisë votuese të librit shkollor 1991-1992. Ka kryer detyra shtetërore, drejtor i marrëdhënieve me jashtë, pranë Ministrisë së Kulturës, Linisë e Sporteve 1992-1997, për gjetjes për informacionin dhe komunikimin për delegacionit të Komisionit Evropian Tiranë 1997 e 2007, ambasador i Shqipërisë në Francë dhe i UNESCO që për vitin 2007. Ka një pjesëmarrje aktive në veprimtari shoqërore. Zëvendës president i shoqatës Aleanca Franceze Tiranë, themelues i shoqatës kulturore Fabrizio De André Itali, antar i organizatës kombëtare të frankofonisë pranë Ministrisë së Punëve të Jashtme Shqipëri, antar i drejtues të fondacionit Shoqëria e Hapur Tiranë, është autori disa botime didaktike ka kryer në bashkëpunësi 14 tekste të bibliotekës shkollore në 1983-2007. Ka botuar në Shqip tregime 1996, kompromisi, 2 pagullat me kur, 2003, në fejnë me ndërkombëtar, 2006, në gjuhë të huj, lesboglas të pije, për mbledhje me tregime, Bologni 2002, i slogan cilë, Pjetra, Itali 2006, Balkan Blod, Balkan Belt, Shtetet Bashkuara të Amerikës 2006, në fushën e kinematografisë, është mjaft i njohur me skenarët e filmave Pagullat, Bashkëprodhim Franco-Shqiptar 2001, Kronik Provinciale, Bashkëprodhim Franco-Italian-Shqiptar 2010, Ndodhi Shqiptare 2005, e shumë suksese të shumta shkencore dhe shoqërore. Prandaj kemi nderin që jemi përballë shqiptarit Jeta Liçka dhe ta pyesim nga goja ti personalisht prezentuar kush është Jeta Liçka. Jo, me 2 fjalë, ndoshta kjo është një kurikulum me që në biografi të sime, unë kam studiu shkencën e natyrës ato vitet e komunizmit, sepse atë gratë në radio se kisha qejf dhe nuk kam studiuar letërsitë shumë ata. Pastaj mendova çfarë do bëj në jetë, rrethanat, por që ti thash mendova të bëj një studim didaktik në vitet e 80. Më vonë po përsëri nga rrethanat kam duar disa punësh, një burokratike me për institucionet dhe një institucion evropian. Pastaj ambasador në Francë, në Belgjik, dhe së fundi pedagog në Universitetin Evropian të Tiranës, punë e cila po më pëlqen.
akademisë viti autorsjeshme dhe apo universitet të mirë të njohur është që nga buhe e qetë e këndshme me variacion, gjë që në një profesor që shi e ka për ashtu në raport me burokracinë e ambasadorit, sa dhe që kishte sfida, pra kishte më duke për me variacion kontakti me shëndetshmërinë e studentëve me njohurinë apo profesor. Kisha kuptu me herët si ju, se kjo ishte arsye që unë vazhdoreqi. Sepse me disë dy pasionit, pasionit për diplomacinë dhe pasionit për jetën akademike, predeminoj kjo dhe dyta. Nga frika që përpunëm dytori, i lërgova diplomacisë. Me zaldini që profesori e lartë diplomacinë, më lartë diplomacinë. Tashi, u deshe që të juve, si shto thotë profesori juve, keni lezuar disa nga librat e mi që do thë aty, sepse ju keni marrë në internet dhe keni marrë të është relativisht e vjetër. Unë kam botuar disa libra të rritë të tjerë, por si që thatë juve nga nxënësit dhe studentët kanë lezuar librat e mi dhe unë do të desha ta hapë. Këtë do jemi bashkë bisedim me pyetje si të bërë juve, pra unë jam i hapur për çdo lloj pyetje që do e bani dhe ose diskutim, prandaj atëherë po ja u le fjallën e keni ju. Zotëri Julia Taliçka. Së pari më lejoni që në emrin tim personal, në emër të akademisë tonë nga Bujanosi dhe në emër të gjithë teleshikuesve t'ju përshëndes dhe t'ju uroj mirëseardhje në emisionin tonë më të njohur në opinion, shkrimtari në mesin e nxënësve, që u desh profesori Bekzat Abdio. Andaj është një kënaqësi e veçantë, por edhe një nder shumë i madh që kemi pjesë kryesore e emisionit tonë. Ne jemi një grup talentësh të rinj që merremi me krimtari, prozë, poezi, por edhe realizojmë emisione me shkrimtar, shkencëtar, me poet, si dhe me figura të çmuara të letrave shqipe. Gjatë të gjithë këtyre takimeve ne marrim shumë çka nga këta shkrimtar dhe këto na shërbejnë si model i ardhmërisë. E në këto figura të çmuara bëni pjesë dhe ju i nderuar Julia Taliçka. Unë pata kënaqësinë që të lexoj romanet e juaja, por në romanin Parullat me gur ndava këtë pjesë nga këtë roman. Në një kapitull për ndaljen e rrogave të vitit 1997, thuhet se kjo ishte një periudhë shumë e vështirë në Shqipëri dhe të merrje rrogën nuk ishte e mundur, pasi që makinat gjithë një sulmoheshin e vjedheshin rrugëve. Kishte edhe raste të atilla ku dhe shoferi dhe shoqëruesi humbnin jetë. Tani ma as banka nuk ishte më që të bënte kultja i këtë detyrë. Besa këtu ka një histori të mirë për të treguar për jetimet në atë kohë dhe gjithë shka rreth pranverës së atij viti. A mund të na thuani ju se si shpjegoni ju këtë dhe çfarë gjendje emocionale ju solli juve kjo ngjarje? Një për vlerësimin që më thotë, se kur i gjonë nga përsëri vlerësime, se kemi përshtypjen se kur sa më tepër plakemi aq më shumë na harrojnë të rritë, po. Kësa radhe keni me detyrim nga profesori ose keni nga dëshira ju përfitoj nga rastin për të të falenderoj. Ju keni zgjedhur një tregim që është më i ku për hir të vërtetës edhe unë isha në dileme e shkruajt ose jo sepse bëm fjalë për ngjarjet e vitit 1997, është mund të themi një viti më i errët i historisë së vonë ose të moderne shqiptare për vendin tonë. Është nga madje për ju citoj Ismail Kadaren, i cili thotë që për shekuj të vazhdoj e hona dhe dëmi ose situata e vështirë që përjetoj kaloj Shqipëria në vitin 1997. Dhe unë nuk kam dashur, nuk kam në një prirje, nuk mund t'jam leksone për të spektreksoj të estetike në letërsi, por shia ime ose këndvështrimi në letërsi është që të shkruaj, jo për të zbukuruar artificialisht vendin tim, por të shkruaj çfarë për cili është realiteti i vendit tim, i njerëzve, i ngjarjeve dhe vetëm se një veçori dhe është rasti i këtij tregimi i letërsisë sime është dua që ngjarjet dramatike t'i dramatizoj me një këndvështrim ndoshta paksa sarkastik, paksa ironik. Në rastin konkret më bani shumë përshtypje se në vitin 97 në Shqipëri
mund ta kapni në shumë drejtime, mund ta analizoni në pikpamje politike, ideologjike, sociale, ushtarake, diplomatike në shumë planshe. Mua më intrigoi shumë se në fund letësia nuk ka detyrë të bëjë historinë ose të bëjë analizë që politike, ideologjike, filozofike, por mua më intrigoi shumë një detaj I cili mendova që e pasqyron e jep në pak element të kursyer, të themi jep tan tensionin dhe dramën e atij momenti në Shqipëri. Momenti pra ku banka mora dëgjova në bazë rate, në mbështet të tregimit, mora vesh sepse banka e Shqipërisë, me qenë se ishin sulmuar makinat e bankës nga grupet armatosura dhe ishin rrëmbyer parat, atëherë kishte improvizuar që transportin e rrogave, sepse kishin nevojë njerëzit në jug nuk po merrnin në rrogat, kishin 2-3 muaj që s'kishin rrogat, 3-4 muaj. Dhe atëherë ky improvizoi me një makinë arkigol, I futi parat në arkigol dhe nuk I ngante shkuan parat aty. Kjo më duk si një metaforë, të themi, simbolike e fuqishme, dhe aty shqiptarët treguan që din ta respektojnë ceremonitë e vdekjes, seriun që ka nduar jetë, dhe njëkohësisht banka realizoi përcjelljen e rrogave. Me ato ironitë me cili ashtë Kërfshat, ashtë me Fatos Nana, ashtë me Berishën, me vjershat vogla, me kanë, me ashtu, bëra ose një dramatizim I atij momenti dramatik. Është ka tregime që nuk e nxjerr mirë ndofta Shqipërinë me pamje, por ajo është realitet që viti që ndodhi dhe unë e kam shkruar dhe ai ka mundësi, është një projekt në që më kujtua të rastin, regjisori Isa Qosi në Kosovë e ka pëlqyer dhe më ka kërkuar të shkruaj skenarin që unë e kam shkruar për ta përfitur. Nderuari zotëri Vjeta Liçka. Unë quhem Gjeneta Safedine, jam studente në Universitetin të Prishtinës dhe Departamentin Gjuhë dhe Letërsi Angleze. Andaj unë një ditë lexova një shkrim ku thuhet: të kesh një libër pranë vetes, do të thotë të kesh një shok të sinqert. Por të kesh përballë vetes shkrimtarin I cili ka shkruar këtë libër, do të thotë të kesh shumë shokë të sinqert. Andaj dhe një thuhet në popull thënja, trimi madh me shumë shok. E tani zotëri Vjeta Liçka, e ndjej vetën shumë të privilegjuar sikur rrallë ndonjëherë në jetën time, që pata rast drejt për drejt të takohem me një shkrimtar shumë të shmuar, ashtu siç jeni ju. Unë me shije të veçantë dhe me një pasion të rrallë, pata rast të lexoj veprat e juaja, ku I prezantoni në mënyrë aq të real, ku gjatë leximit isha dhe unë pjesë e personazheve të juaja në këto tregime dhe ngjarje të cilët kishin ndodhur dikur. Unë me një kënaqësi të veçantë lexova romanin e juaj, Koha e puthjeve, ku në këtë rast do veçoja tregimin Busi u Hecet. Në këtë tregim veç tirash ju shkruani. Këtu kam paraqitur një fragment të nxjerrur nga tregimi Busi u Hecet. Në vitin 1991, kur turmat e shqiptarëve u lëshuan për të pushtuar vaporët e ankoruar në port dhe I ndalonin të dilnin në Itali, dhe gjakundrimet me anije kishte emigrantë të shumë. Për ndërta ishte dhe një moshuar me pamje fisnike dhe mustaqe të prera, por ai ishte një njeri shumë modest. Por kishte edhe shumë të tjerë të cilët prisnin në qytetin e Barit me orë të tëra për kërkesën e tyre për azil politik. Pasi kaloi kontingjenti I parë, ku gjysmën e kishin refuzuar, por gjysma tjetër priste të merrnin lajmën e statusit politik. Kështu ata ilegalisht pjesëmarrës ose jo në këtë ngjarje përpiqeshin të mbushin mendjen në punësve italian për kontributin që kishin dhënë për shembjen e kustit. Doganieri pa u qytet, se si ishte ai bust që u shem nga 8 milion vetë për një herë, ndërsa komandanti u përgjigj se busti ishte shumë I rëndë dhe I madh dhe të gjithë pjesëmarrësit kishin vendime dhe shenja në trup, si gërbishje, thyrje, krahu dhe shumë vendime të tjera. Të gjithë pjesëmarrësit shtyeshin se kush ishte I pari që mori iniciativën të rënohet busti I diktatorit të madh Enver Hoxha, por të tjerët s'donin të dinin për këtë.
Kështu pas gjysmë ore kishte filluar intervista, ku të gjithë pjesëmarrësit i thinë në radhë me radhë të tregonin se si e kishin rënuar. Njërin e pyetën pse doni të vini në Itali, ai u përgjigj se me të shënë busi diktatorit, sigurimi mobilizoi në mbar vendin fanatikët e regjimit komunist, të cilët përshuan rrugëve e shesheve me busi diktatori prej allëqie e atëherë në undesh me u përlesh trup me trup e me ja heq njerëzve busin prej duash e me ja ba cop. Dhe ai tha se unë kam një mani shumë të keqe, kishte manin të bënte heqje shembje busësh dhe statujash. Kështu dhe të tjerët më në fund, hyri dhe i fundet. Komandanti me një zë shumë të lartë dhe shumë i sigurt i tha, dhe ju do rënoni buse? A ju përgjigj, tha jo, unë jam artist, unë kam bërë kokën e busës, andaj të tjerët kam bërë pjesën tjetër. Komandanti mendoi se ishte me rëndësi së pari të dihet se si ishte ngritur busa dhe pastaj të dihet se si ishte rënuar. Kështu artisti filloi intervistën e tij të tregojë se si kishte nisur gjithçka nga fillimi. Ai tha se së pari ishte hapur në konkurs artistash, se ai kishte fituar aty me idenë që të bënte një shifon gjigante me krah të hapur. Dhe se kjo ide kishte përqyer shumë udhëheqësit, por ai nuk mund ta shijonte këtë sepse kishte vdekur. Kështu varianti i artistit ra poshtë dhe erdhi në radhë varianti tjetër të ngritet busti i komandantit. Pas 6 muajsh u hap konkursi, u paraqitën 42 versione. Kështu, politbyros u desh të mblidhej 3 herë për të ndarë në 3 grupe, pra të bënin kokën, trupin dhe gjymtyrët. Por prej të gjithave kishte fituar koka artistit, pra varianti i tij prej boceti me gjithë trup e gjymtyrë. Kështu ishte ndërtuar busti duke u ndërtuar e duke u shtyrë se kush më mirë, por artisti ishte aq i sigurt dhe i vendos dhe kështu ai u mbulli gojën artistëve intrigant me një fjali ku thotë se një dorë e vendosur nga pas dëshmon mençuri dhe fisnikri. Kështu ai bëri punën e tij dhe si pasojë kjo histori mbaroi. Dhe ai përfundoi kokën e tij. Kështu shefi i madh italian e pyeti prapë. Tha do bëni buste, ndërsa artisti me miratoi në heshte dhe ndenjë 10 vjet në Itali në saftos politek. Dhe pastaj u kthye në Shqipëri për të mërmetuar mundimin e vjetër të babës së vet në fshatin Ullet. Zotri Julieta Liçka, kjo histori më ka prekur shumë, sepse është një histori mjaft e ndjeshme. Andaj, pasi që dhe ju jeni përjetues i kësaj ngjarje dhe ndodhie, kësaj katrahurje që kishte përfshirë popullin shqiptar në Shqipëri, çka mund na thoni diçka më shumë rreth kësaj ndodhie dhe shkrimit të vitit 1991? Në përgjithësi shkruaj gjërat që kanë ndodhur realisht dhe në ka bërë përshtypje se në atë përjetë e njëshe kur shumë shqiptarë u larguan nga Shqipëria dhe kur zbritën në banit dhe ishin me bindë ata të policisë italiane që kemi marrë pjesë ke shenja e busit e Enverho. Kur thonë komandanti e bëhet fjala për busit në momentin e Enverho që ka qenë në sheshin kryesor të Tiranës, në sheshin Skënderbej, dhe të gjithë me justifiku, me marrë dokumentat e qëndrimit në Itali, thoni kemi marrë pjesë ke shenja e busit, po u bonaj shumë, që thoshin që edhe kemi ishin marrë pjesa, UNICEF ai në moment atë më ka tregu vetë autori që ka pa busin, është nga piktorët më shquar shqiptarë, Sali Shiaku, dhe Sali Shiaku që ka pa busin ishte një disë këtyre emigrantëve që përshkojshin edhe kur qëlloj që policia italiane aty në konflikt duke ju posi rutin ajo përgjia, edhe ju keni rëzu busin, edhe ju keni rëzu busin, edhe ju keni rëzu busin, se të gjithë, të ishin të gjithë emigrantët, kërkojshin keni rëzu busin, që të peshin dokumentat. Edhe kjo tha, jo, s'kam rëzu busin, po pëse vjetra, se e kam vërtu busin. Dhe kjo që ajo që më bani përshtypje si histori, dhe kishte qenë vërtet, sepse këtë autorin e busit, Sali Shiaku, i cili kishte pa busin, në momentin, kur u shen busi,
ngeni midis të themi dy zjarreve, i kërkoi qeveria e asaj kohe kërkoi që ta bante prapë, ndaj për të shmangsat e tyre edhe i kur Itali. Kjo që historia e këtij tregimi edhe në këtë rast, më falni për ajo histori e dimshme e gjithë atij emigracioni, por një farë prapë e dramatizuar, një farë këndvështrimi ironik ose edhe historia e këtij ndërtuesit të busit dhe ai madje ato që kanë shkuar në tregim ka treguar ai vetë në mënyrë se si e kanë ndërtuar busit, si u përzgjodhën konkurenca, xhelozia, jo madhështia, solemniteti i ndërtimit të busit e Meroshës dhe pastaj rëndësimi i tij. Ju falenderoj. Zotëriu Leta Liçkaj, edhe unë në këtë rast të provoj të bashkëngjitem në procesin e mia dhe në këtë takim të shpik në atsinë time shpirtërore për edhënderin dhe respektin që kemi për ju. Unë pata rast që lexoj veprat e juaja me një kënaqësi të veçantë, e sidomos romanin tuaj që në opinion, Parulla me But, që ishte një roman që më kalën mbresa dhe kujtime të paharruara në jetën time. Por gjithashtu e ndjej një kënaqësi të veçantë që të kemi rast drejt për drejt të takohemi dhe të bisedojmë për rreth ngjarjeve ndodhive, rrëfimeve të personazheve tuaja në këtë roman. Zotëria Liçka, ju në këtë roman shkruani kështu. Në kapitullin Histori dashurie, i shkruani për një burr të quajtur Dragush, i cili shkon të studiojë në Bashkimin Sovjetik dhe pastaj atje martohet me një ruse të quajtur Luba. E pas një kohe ata bëjnë një vajzë dhe e martojnë me emrin Svetlana. Janë në familje i lumtur derisa Dragushin e panderin si armik dhe e përposen. Pas 8 muajsh shëtituesi në gjyq ai shkollës fajtor dhe pas një periudhe të shkurtër ai ndron jetë. Pra zotëria Liçkaj, pyetja ime do ishte kështu. Pse Dragushi shkoi në Bashkimin Sovjetik të studionte dhe jo në Shqipëri? Besoj se po të kishte studuar në Shqipëri dhe po të mos ishte takuar me Lubën, nuk do të kishte bërë fat keq. Së pari Shqipëria me Bashkimin Sovjetik në këtë periudhë ka pasur një periudhë njësie të fuqishme, nëse marrim kohën e Stalinit. Stalini do keni gjusi, do keni studiuar histori, ka qenë udhëhesi i komunizmit në Bashkimin Sovjetik dhe ka qenë Shqipëria me Bashkimin Sovjetik ka pasur një lidhje të fortë. Bashkimi Sovjetik quhet Rusia e sotme, besoj këtë dini, dhe po Bashkimi Sovjetik është Rusia e sotme bëhet shumë i madh, me traditë universitare dhe që një privilegj i madh dhe një lumturi e madhe për çdo student, për çdo gjimnazist shqiptar të kishte mundësi me u pas student në Bashkimin Sovjetik dhe studionte në Bashkimin Sovjetik. Natyrisht që siç e thatë ju, po mos kishte studiuar në Bashkimin Sovjetik, ai s'do arrestohej, s'do vdiste, po ju nuk e di asnjëherë në çdo moment tjetër ti nisesh me baj gjë të mirë, mund të dalë më keq, po mund të dalë shumë më mirë. Pra në çdo moment që jetoni, ju zgjidhni versionin alternative më të mirë të jetës, dhe që në atë rast që studimi në Bashkimin Sovjetik. Atyra si shumë student u pranë dashuri me një vajzë ruse sovjetike dhe u martua me të dhe që pati shumë martesa të tilla. Shqipëria ka pasur shumë tragjedira familjare mbas prishjes se Shqipëria duhet ta keni mësuar histori në vonë, mbas viteve 1960-61, u nda nga kampi socialist i Bashkimit Sovjetik, Polonisë, Çekoslovakisë e tjerë dhe doli edhe nga traktati ushtarak i Varshavës dhe pra kjo shkëputje u shoqërua me ndarjen atë që thatume me divorcin e shumë familjeve që ishin martuar nga student, për shembull kishte student shqiptar në Prag, në Çeki, e menin atë gruan e vete në Shqipëri dhe kur po njëjta gjë me Poloninë, po njëjta gjë me Bullgarinë, me Rusinë në Sovjetik, dhe do të shumë divorce familjare. Dhe u ndan shumë familje, madje nga njëherë arrestoheshin si agente të vendeve të lindjes Stogran, e ato nga njëherë, në rastin konkret, unë e kam ndikuar. Është një histori që unë e kam ndikuar në bukën e Murelit të këtij rusit, kësaj gruas ruse, Jules, dhe kur i kam bërë një gjyq dhe kushtet që më prekur në të tregim. Jo vetëm fat në një kuadër të përgjithshëm, fati i familjeve të përzjera shqiptaro me këto gratë huaja, që përfunduar një pjesë më të madhe në tragjedi. Por së dyti më ka pa përshtypja i momenti, më kam treguar që ngjarja reale
Masi kishte pa disa vite hetuesi e timi me se në burg aty, i dopsuar dhe ky poder, gruaja sovjetike ruse që e priste, kur u pa procesi që atë të me 25 vjetë burg të një të zotit e me njërë gjallë, në një moment pa kujdesie, nuk e dhja kuptoj me shqipën time, Zhofjan, në një moment pa kujdesie, nuk e kishin mendin policët ose ashtu, këta të dy të dobët shumë, që s'kishin me fuqi fizike, u përqafon dhe mua ma ka të reguar polici nga Bureli. Dhe tha, nuk ishin fuqi me ndaj, 1 polic, 2 polic, 3 polic, 4 polic, u lidhen aq fort familje, dashurie familjare, unë përndaj kem ketur histori dashurie, se më thonë nga njëherë ku është dashurie në të tregim. Për mua vetëm ai gjest, më bëri shumë përshtypje që ishin pa 7 polic për t'i ndarë nga njëri tjetri, sepse kishin një forcë e mbi natyrshme që i lidhi këta dy. I ndanë dhe përfundimisht me dhunë dhe të ashtu. Është një histori e dhimbshme të mbi këtë bazë kote fundit, jo kote fundit, por ka disa vite që Israel Tandare ka shkruar me një novel sorkave të fjetura e ka quajtur, fatin e këtyre grave nga vendet e lindjes, të cilat u martuan me student shqiptar, por që në një moment pasaj të prishjes së marrëdhënieve politike, ekonomike me Shqipëri, u divorcuan dhe ngelen ato gra mbetën, kur thuhet me një në anglisht no man's land, as të pranora në Shqipëri dhe as të pranora në vendet e tyre, shieshin këtë edhe në vendet e tyre. Kjo që tragedia e një femrave të asaj Kortandaj dhe shkruajt atë tregimin. Zotri Julieta Liçka, së pari më lejoni që dëshiroj mirëseardhje në këtë emision mjaft të shikuar. Ky është një emision edukativ arsimor që emitohet nëpërmjet valëve të televizioneve në kuadër të programit shkollor. Duke u njohur me veprat e juaja, të cilat kanë një madhështi të veçantë, unë pata rast të lexoj romanin Parullat e Burgut. Në njërin nga kapitujt ishte edhe histori fshatit. Flitej për një mësues që ndodhe i vetmuar në një fshat malor. Ishte natyrshme të përballej edhe me frikën, sidomos kur kishte të trokitura në derë në ato orët e vona. Një natë, në derë i trokiti një njeri, kishte halle të mëdha. Ndjej fatkeq për ngushtet e pare të në njeri të njeri. Ai i kërkoi një ndër mësuesit Andrea, duke i thënë: "O mësues Andrea, jam unë, Marku, jam me lut." "Me koj lut?" i tha mësuesi Andrea. "Me lut të qeverisë jam. Kam ardhur që të më shkruash një letër për t'ia dërguar qeverisë. Kërkoj shtëpi, nga që jetoj në një kasove. Çdo herë kur bie shi, curili i ujit, ka lëtë gjithçka. Sigurisht, nuk di as shkrim as lexim." Mësues Andrea ia shkroi letrën, pasi mbaroi së shkruari, Marku kërkonte t'ia lexonte. Ai ia lexoi, ndërsa Marku të neste nga vaji, sepse jeta e tij ngjante në një histori libri. Andrea i habitur ia dha letrën. Marku atë natë erdhi shumë herë në dhomën e zymë të mësuesit, por një herë shkoi e nuk u kthye më, nuk u tuk askund më. Fshatarët treguan që kishte ndërruar jetë në kasollën e tij, që letrën nuk e dërgoi asnjëherë në qeveri, po pra kishte ndërruar jetë me një libër në dorë duke mësuar shkrim e lexim. Dinte shi, Andrea kalonte nga varrezat. Varri i Markut dallonte nga varrezat e tjera, mbi varrin e tij një ligustër e vjetër lëshonte zyrila ujë. Pasi që përfundova këtë rrëfem që trazon shpirtin e çdo lexuesi, a mund t'ju pyes vallë edhe sa raste tragjike dhe vdekje misterioze ka pasur në Shqipëri? Ky është tregim i përkthyer në disa gjuhë, në shumë madje jo vetëm nuk është plotur vetëm në librin Parullat e Burgut, por është përkthyer veçantë si tregim, madje ka marrë 2-3 çmime të rëndësishme në Itali, ka marrë një vit tregimi nga njëri i vitit në Itali, përkthyer në Amerikë, është përkthyer në portugalisht, në disa vende, përveç se librave që kanë botuar në të rëndë, është nga tregimet e mia më të mira. Nuk është thelbi i tregimit, nuk është vdekja aty. Thelbi i tregimit është ngjarje përsëri e jetuar në fshat Burri të Tiranë. Si thua atë përvojë, ishte një burr i moshuar që s'dinte as shkrim as ndim.
edhe kërkoj me i shkryt jetën e vetë, se kishte dëshirë që të merrte një shtëpi edhe të bënte një lutje, një kërkesë në plan autoriteteve lokale. Dhe me qenë se nuk di të shkrive këndim, ma kërkoj të shkroja kërkesën duke i shkryt jetën e vetë. Edhe filloj të tregonte jetën e vetë që të shkrysha, dhe unë jasë bukurova pak letrën, se kisha me mendimin që të merte, të bëj letrën sa me bukur që të merte shtëpi. Edhe për herë të parë jetën time çfarë më kam trodit që e shkryta tregim. Marku më kërkoj, edhe Marku ka pasur emrin në realitet, më kërkoj në fund fare apo ma kënën letrën njerë ta, ma lexon çka ke shkruajt. Tash unë kam shkruajt atë që më theti tash për jetën tënde. Jo ma kënën ma lexoj. Edhe unë jam lexova, duke dëgjuar jetën e vet ai. Filloi të qatë. Filloi të qatë dhe mua më bëri shumë përshtypje marrëdhënia e individit, keqardhja për veten. Kjo që ndjesia, me prekje konkretisht në mënyrë shumë të pasër keqardhja e njeriu për veten. Dhe qau, dhe i lindet tur prej meje, se burri s'qama, dhe unë i thashë Mark që po kështu, burri s'qame. Pastaj unë s'kam shkruajtur një gjë tjetër, atë që më theti, atë kam shkruajtur. Ai prap preke se ashtu, ma rejfshiu lotët me dignitet, që edhe ma në fund, meti ta, a ma këllë dhe jetë mos për të shpontan të taknove, historinë të natën duke të lexuar të lutëm, ja lexova dhe jere tash me një kush, po mos qashma. Jo, nuk ata vetëm të me ty dhe jere. Sa fillova me lexuar letër, filloj të qapra. Marke dhe shumë të lexuar letër, pra ndjenja e keqardhjes për veten duke dëgjuar jetën, ka kërku 3 herë, 4 herë me lexuar letër. Pastaj gjeti një shkas, një sebeb, si e thoni, një sebeb, edhe masja 2 orë shërti mes natës, sa të kam pru raki. Edhe hudra e raki, edhe unë i thash faleminderit, tha do ma kloshe e letra, të shumë bjellë për tak me i letrën, dhe duke qoj letrën kur në shumë mora vesh i gute i fëmijëve të shkollës, ja këndonin letrën, derisa kështë lek pa shpinere. Pra, i dikti tregime i cili për mosh ka tregimet më të mira mos më i miri, edhe është vlerësuar, si që thash, është kjo të prekje keqardhjen e njeriut me veten, raporti njeriut me veten e tij. Që një rast konkret shumë i pasër për ta prek. Ju falenderoj që keni se të tregimon. Përshëndetje të gjithëve dhe veçanërisht përshëndetje të veçantë për ju, zotri Yleta Liçka. Unë quhem Lilja Arifi dhe vij nga komuna Bleracit. Zotri Yleta Liçka, gjithashtu edhe unë si kur kisha të mia, së pari dua që të shpreh një kënaqësi shpirtërore që pata rast të jem pjesë e këtij emisioni dhe të takohem me ju. Në figurë shumë e respektuar dhe në figurë shumë e çmuar të letërsinë shqipe. Me një shkrimtar veprat e të cilit janë të përkthyera dhe në shumë gjuhë të tjera, që me këtë do të thotë se i kalon me kufit e shtetit dhe shndrohen në një shkrimtar të lexuar dhe të aduruar edhe nga vendet e tjera të Evropës. Që do të thotë se jemi një shkrimtar që ka vlera sikur të gjithë shkrimtarët e tjerë evropianë. Andaj, për mua, kita kem është një nder dhe respekt i veçantë në jetën time. Prandaj, zotri Yleta Liçka, edhe unë pata rastin që të lexoj romanet e juaja, mirë po në këtë rast do të lexoj romanin Parullat me gur, ku në njërin prej kapitujve të quajtur Ndjellja e Pemëve, ku flitet rreth një arresti të një të riu, i cili akuzoi për leximin e një libri të huaj të literaturës borgjeze, dhe ai u dënua me 7 vite burgim. Dhe ndjehej jashtëzakonisht keq në mesin e atyre 4 mureve që shpifej gjithandej, ashtu siç e përshkruani aty. Prandaj përveç tjerash, ai as nuk mund të hante ushqim nga papastërtia. Kështu që çdo ditë ngjelte i uritur, nga që edhe ushqimet që i sillte ëma ja hanin të burgosurit e tjerë. Ndërkaq gjendja e tij keqësohej çdo ditë më shumë, ndërsa ai një ditë vdiq. Të burgosurit që ndodheshin aty përdorën kufomën e tij për interesa të veta,
në mënyrë që të merrnin ushqimet që sillej për të. Mirë po, me përjashtimin të njërit i cili ishte malsor dhe që ndjen të keqardhje, të tjerët i mbështetën kufomën e tij për muri dhe i vënë një duhan në gojë që të dukej sikur ishte në një gjendje normale. Por një ditë, gardiani vrejti trupin e tij se e kishin mbështetur për mundi dhe vrejti turpin që kishin bërë të tjerët dhe e mori të riun dhe e varrosi diku. E ëma që binte të takonte, por që ngjelte e mallëngjyer për të birin, kishte filluar të brengose pse nuk mund të takohej me të. I pyeste gardianit, qante përpara derës së burgut dhe për të birin, por ata bënin shaka me të. Gjërsa një gardian zemërkur i tha pa ju trembur syrin e ditë se i biri i saj kishte vdekur. Kurse Lokja e luste që t'i tregonte të paktën varrin e të birit. Gardianët luanin me të, i thonin sa në një vend në një tjetër. Mirë po kështu vazhdoi ditë me radhë dhe nuk korte sukses e gjona. Më pas ditën e tretë ushtari i rojës e pyeti gardianin se ku e kishte varrosur me të vërtetë, ndërsa ai përgjigjej duke i thënë se Lokja mjaft mirë po kryente punën e saj. Pra ajo me duart e saj gërmonte dheun që të gjente kufomën e birit të saj. Ndërkaq, ushtari i rojës nuk e kuptoi dhe u habit nga ajo se çfarë i tha gardiani. Pastaj gardiani ju shpjegua duke i thënë se në gropat që kishte bërë Lokja do mbyllnin fitane. Dhe se problemi i vetëm ishte se kush do i vënte gropat. Dhe kështu i kënaqur me idenë e tij, ndezi një cigare dhe u largua. Sikur asgjë nuk kishte ndodhur dhe sikur gjithçka ishte e planifikuar ashtu dhe mjaft mirë. Mirë po, zotëri Vjeta Liçka, ky rrëfim i dëmshëm dhe tragjik nuk mua shfaqe shqetësim shpirtëror, gjë që do të shkaktonte edhe të çdo lexues tjetër që ka virtyte njerëzore. Andaj, unë do të doja të dija se sa ishin të sanksionuara librat e huaja, se sa shumë dënoheshin njerëzit për shprehjen e mendimit të lirë. Dhe një shkrimtar apo një poet si kur jeton një jetë ku çdo gjë është ndaluar nëse nuk është komuniste, e që njërisht gjithë kjo ka ndodhur në Shqipëri. Unë s'parashkruaj ngjarje tragjike si shkrimtar, si natyrë ose në letërsinë një shmange në këtyre temave të fuqishme. Ky është nga tregimet e rralla që unë nuk mund të bëj dot shaka me historinë, se kjo histori e vërtetë. Nuk mund të falej me as ironi, as sarkazëm, as cinizëm që zakonisht edhe nga letërsi, por që ngjarja e vërteta që e shumë e hitur nga ngjarjet më të fuqishme, ku një nam, se o përshkoj ke fundi, një nam që i cili vdiqi biri në burg, kishte sa duhesh nga tregur për burgje, por e veçanta e kësaj ngjarje çfarë ishte? Kishin harruar se ku e kishin varrosur, se zakonisht kur vdisin këta burgosë politiki i hapin një gropë dhe harroi shpeshherë. Dhe kur kjo e jema endi me marrë eshtrat, se kërkonte, mas e mori vesh me këllin ca kohë gjatë që s'ka tek, se si të ushqime për në gardian, dhe hap gropa dhe kështë hapjën ato gropa afër burgut. Dhe në një moment një nga ata rojet e burgut i thot shefit komandantit burgut dhe dodore, në tregoni ku varrosa jetën, sepse do në aptesit dhe ajo kryesim që do përnë në tetë, do duke gromutit natën gropa të ditë e gropa, dhe ai komandanti tha, jo, tha, leve të hapit sa gropa, tha, sepse neve nga kanë kritiku ministria, nga kanë kritiku pse s'mjellin pemë. Edhe me qenë se ajo i hap gropa të përkut birin, le të hapit dhe shumë gropa tjera që ti kemi gati me mjell pemë. Dhe mua më goditi shumë si ngjarje kjo që mbi vdekjen me mjell pemë, karisht të mundësosh një rindje të një gjë të gjallë mbi vdekjen. Dhe në thëmë e një nëme, ju për pyetjen, shiko, kjo është fakti një histori, për hirë të vërtetës, diktatura që diktaturë, Shqipëria ka qenë diktaturë nga më të ashpër në Europë, të vëndëve të Europës, pra ku ishte vëndë e kapit socialist ose komunist, dhe
Fjala vjen natyrisht ky djali midis të tjerëve, nga që i gjetë letërsi, literaturë, libra të ndaluar, por sepse ndajnë letërsia e ndaluar dhe jo e ndaluar, të libra të autorëve të ndaluar, që ishin ata që kishin një listë të caktuar, që kishte nxjerrë Ministria, Shteti, Partia, me autorët që ndaloheshin për t'u lexuar. Dhe unë e di dhe kishe madje më thanë që edhe në varësi të librit, të autorët kishte dhe kushtëzohej edhe dënimi ose rrezikshmëria. Një grup për temi shkrimtarësh dekadentë si James Joyce, Franz Kafka, Fyodor Dostojevski, ka qenë një listë shumë e gjatë shkrimtarësh të ndaluar kryesisht letërsia e shekullit 20, kryesisht letërsia e shekullit 20, por edhe letërsia fetare ndaluar, letërsia me pikpamje ideologjive të naziste, pra ka qenë një listë e caktuar e librave të ndaluar. Dhe që shumë rrezik, për shumë po të gjeni në dorë një libër Bibël ose Kur'an, libra fetar, që dënimi që e maksimal. Në rastin konkret e mbajnë që ka qenë një shoku jonë, që në fakultet me të libra të ndaluar, por i gjetën të disa arsye tjera dhe u dënuar. Por i nuk se dënoshë edhe po të kishë edhe librin, por me në një kontekst më të gjanë, gjeshin. Por ngjarja si shtash, ka qenë frontisën e këtë rast, një nam që kërkonte eshtat e birë dhe hapte gropa, dhe ata oficerët ushtarë, gardianët e burgut e lanë të hapte gropa me idenë që të më gjithëshin pengë. Që një metaforë shumë e ramë shumë fuqishme. Gjatë shkrimtar, Mariani së pare që të shprejë një falëndërim dhe me respekt për ju. Edhe unë do t'i bashkëm ditën shurtjeve të mija që së pare të prezentohen. Unë jam Marina Nuhije në klasën e 6 të shkollës fillore Sami Frashë i Veçan nga Kosova Lindore. Edhe unë me një pasion të veçantë, po ata ndetin dhe kënaqësinë që t'i lexoj librat e juaja. Por në këtë rast, unë do të ndalem tek romani juaj një rrëfim me ndërkombëtarët, ku pata rastin të shoh sjelljet arrogante të ambasadorëve të huaj, njerëzve të kaluar të dyshemt, pianesë dhe pa gjykatë. Andaj do ta filloj nga kriju 10 tregimin Kartolina Kërcënëse. Në këtë kapitull bëhet fjalë për një ambasador të ri që vinte në përfaqësi nga një karrierë e mirëfillt institucionale, dallohej për mbretësi fjale, vishej me një elegancë të fshehur, kishte pasion muzikën klasike, huajt, vetëmi, pikturën dhe kishte shumë frikë atente. Shkruaj një prodhim të referendumor për në fund të shkrimtar. Çka mund të lakoni për këto personazhe, ku pati pse shkelin mbi dignitetin, fisikërinë dhe bujarinë e një populli me një kulturë shumë të lashtë siç jemi ne. Sidomos jete ambasadori Gjiti, se në çdo mënyrë torturante maltreton personazhin Roshi, vetëm për atë se ishte vendor dhe se vetë ishte nga Afrika e Jugut dhe me një edukat kritikisht të kundërt, me ato që është civilizuese dhe qytetëruese. Dhe çka mund të shtoni ju më të tjekë të rrëfimit? Është ka romanet e mia të vështira, ose që më ka sjellë më shumë të lashtë. Është një roman që çdo njeri kur nxjerr një libër pret edhe vlerësime negative, pozitive, por ky roman ka sjellë krahas, ju themi kryesisht që është romani që më shit më shumë, sepse u konsideruar roman skandaloz, i mrapsht, bani zhurmë shumë dhe pati debat shumë për këtë roman. Nga një anë më bëri dhe të njoftë, pavarësisht se u kritiku, lavdëru, u vlerësu, u shah, më bëri arriti shumë emri në letërsi dhe u shit shumë mirë. U shit shumë mirë është për kthyer në Francë, tash është në Norvegji dhe po për kthyer në anglisht për në Angli. Shiko, në dy fjalë të përpiqem t'ju thjeshtoj pse e shkruaj atë roman. Sepse më thonë shumë prapë, akoma ende ka njerëz që më thonë, se i referojnë, për i vërtet politikanët i referojnë të romani, kur bëjnë diskutime në parlament, marrin citate ose dhe në diskutimet e tavolinave. Preku një çështje delikate. Desha me një fjalë, desha me zero gjite. Shiko, Shqipëria, pas rrënjes komunizmit, doli një vend, ishte një vend i varfër,
me një varfëri jo vetëm ekonomike, por dhe shpirtërore, me një të themi kur thonë të ajo fjala me humbje pusu dhe humbje orientimi vlerash, sidomos orientim për vlera. Dhe duhetima perëndimore, prirja e Shqipërisë ishte nga perëndimi, natyrisht, u kthyen nga orientimi ka qenë nga Libja, tash Shqipëria prirja e natyrshme, do të thosh, është perëndimi, por me hapjen e Shqipërisë dhe me mbërritjen e institucioneve ndërkombëtare europiane, ndodhi pak të ndim Shqipëria nuk e ka përcen dhe do krizën, të për e them paraprakisht. Nuk e se do shvillimi normal që po e që Shqipëria dhe sot, po vendimin tim po ndë kryesuri normale, nga njërë me ullë, nga njërë me ngritje, por që dhe ndima e përndimit që e vendimtare. Por çfarë ndodhi? Njëkohësisht parallelisht me këtë ardhjen e institucioneve, ambasadave të huaja perëndimore, me ndihmën perëndimore, ndodhi një fenomen që nga një anë ne shqiptarët, si që ju, e kemi tradit mikpritje e madhe. Pra, mikpritja, tradit e respektit për atë që vjen të huaj. Një fenomen. Ana tjetër që Shqipëria e izoluar, një izolim të gjatë, me të huaj, se s'ka pas kontakt, juve në preshep prapë sato Jugoslavia se e kohë, ju jeni të rigjën ato, Jugoslavia se e kohë e linde prapë kontaktin me të huaj, kurse Shqipëria ka qenë krejtësisht e izolume nga të huaj. Dhe kur erdhën të huajt e parë, shqiptarët me respekt më të madh se sa mikpritës, gati me një adhurim, me një nështrim. Atëherë çfarë ndodhi? Midis perëndimorëve që erdhën, institucioneve të fuqishme që erdhën nga bota, erdhën njëkohësisht edhe njerëz të cilët ishin normal të i huaj, ambasador, diplomat ose institucione, ishin normal në jetën e tyre në vendet e tyre në Amerikë, në Belgjikë, në Francë, në Itali, por në momenti që erdhën në Shqipëri, duke pak të respektin, mikpritjen, inferioritetin ndaj një të huaj, atëherë filluan disa ndjenja, nga njëherë ndjenja mbi vlerësimi të vetes, dominimi, gati, në momente me disa ndjesi gati raciste që kishin banin me qytetarët kategorisë të dytë, jo qytetarë normal. Dhe kjo gjë reflektoi pastaj edhe në ky mentalitet. E keqja ku ishte, nuk është por ose mirë të akorteruan njërin me krijon një mendim të gabuar për shqiptarët. Por e keqja vazhdonte kur kjo pastaj përkthehej ose pasqyrohej në vendimarrje zyrtare në politikat ndaj Shqipërisë, ku mendoni që Shqipëria një vend i kategorisë dytë ose me një nënqëtësi, me një inferioritet. Nuk ishin siç përsëritja, nuk ishin të gjithë shurtje sa më e madhe prapë. Ndihma perëndimore ka qenë vendimtare për kapësim e krizës, por ky roman desh të vinte desha me çmitizuar, jo mit, por çmitizu konceptin e vlerësimit të huajit. Që po ti je francez, je shumë i madh, po ti je shqiptar, je më i ulët. Jo. Ti që ke lexuar romanin, ndoshta ke kuptuar që mesazhi është që jemi njësoj, që një njerëzore, me të mirat, me të këqijat, njësoj, s'kemi as gjama shumë, as gjama pak se një europian tjetër. Jemi europian për nga natyrë, kemi të njëjtat vlera, të njëjtat këndvështrime për jetën, me veçoritë e një vendi që del nga një diktaturë e gjatë, por që kjo nuk do thotë që i humbet vlerat ose aftësitë e orientimit, e ndërtimit, e veprimit, e vendimit. Ky që qëllimi i këtij romani. Natyrisht që pata, kur thoni ju që kur thashim nuk e pata të lehtë me këtë roman, pati reagime dhe pata dhe kundërshtim, pata dhe kritika tashmë, pata dhe vlerësime. Ja, që një roman i nxehtë, ta quajmë i nxehtë, që ka njerëz që nuk kapin rrugës akoma më përshëndesin për këtë roman, dhe ka zëra, qoftë edhe nga të huaj, që si pëlqen ky roman, por aventura e këtij rruge e këtij romani do vazhdoj të them se do vazhdoj të ca sepse dhe tash në Norvegji i përkthyer në Francë,
profesore për 10 më shumë se 10 minuta për këtë roman. Nuk ndoshta në raport me vlerën artistike nuk është më i fortë, është një roman ironik, cili ndoshta, por me një temë tepër delikate. Raporti shqiptarëve me të huajin. Sa lexova në biografinë tuaj, zotëri Julieta Liçka, thuhet se ju një kohë keni qenë mësues në fshatin e rrethinës së Matet. Si ka qenë jeta mësuesit në atë kohë, cilat ishin kushtet për zhvillimin, për shkollimin e një fëmiu dhe se a ju ka mbetur diçka në kujtesën tuaj në atë kohë kur ju keni qenë mësues në atë pjesë të Matet? Në atë kohë mendoja që po e vujsha. Se po isha gjatë, një vit, 2 vjet mal, fshat Stojan quhej, bazë Stojan. Por isha gjatë një vit, 2 vjet, 3 vjet, ndërkohë jetën e isha nga Tirana, kisha bërë në Tiranë, shkollë, kisha partë. Dhe po kaloj mirë, po e kaloj kohën. Sot e kujtoj me nostalgji shumë. E kujtoj dhe mandje unë herë pas here kur mërzit ose kur vjen një mik i huaj ose me ashtu, kur më thonë që shkoj në për vene të njofta, unë e qoj në fshatin ku kam punu. Kam shumë nostalgji për atë kohë. Se nuk është se kam kalu keq kur e mendoj dhe është në natyrë, natyrishme kufizime ekonomike ose kufizime kushtesh, nuk është se fleni me një dhomë si ka sove të vogël pranë në shkollës, por ndarë pinim raki me intelektualet e fshatit, që ishim agronomi, doktori, infermieri, ishim e got rakia, ashtu. Luishim e piqos në gjë, por pastaj, basi kalova vitet e para, i futa shumë leximin, dhe qëpse kam ba një universitet kulturë të vërtet e kam ba në periudhë, kam lexuar shumë në periudhë. Kam mësu gjuhaturia, kam lexuar shumë, dhe e kujtoj me nostalgji shumë, me shumë nostalgji. Sa ma shumë kalon, do thash edhe veçori e moshës, është një do plak në përbitu për i njënësët që ka qenë kërgu dhe venis, dhe për ta plotësu kuadrën si shkrimtar, ku ishim shkote brigadierja e fshatit me mushur ke burimi e shifshim në qefta skapentarja me autorim me dashurim për para kulturën e partë. Por që me të mira dhe me të kria në që periudë të burë. Por e rivisë, Zotëri Julieta Liçka, me andje të madhe të doja të dëgjoja përgjigjen tuaj. Në çfarë moshe keni filluar të merreni me shkrime dhe si e keni ndjerë vetëm kur për herë të parë është publikuar dhe botuar shkrimi juaj i parë dhe cili është ai shkrim? Rasti im, si shumë raste të tjera, se çdo njeri ka mënyrën e vet me u bashkëngjitur. Nuk ka një rrugë klasike. Unë kam filluar shumë vonë. Dhe rastisht nuk kam menduar me që do të bësha shkrimtar. Tregimin e parë, novelin e parë kur kam qenë nga mosha 40 vjeç, 20 vjeç, 22-23, kam menduar me që do të bësha nga rektana të rastisht. Dhe pse e theksoj këtë gjë, jo dhe që është realiteti kështu ka qenë, po së dyti me ju thanë se cilin nga ne, të gjithë ju, ne, çdo individ, pas ka mrena energjike ose vlera tipare prirje sidomos potenciale, të cilat nuk kemi shpesher, nuk kemi të ndërgjegjshëm. Varet nga një rrethane të caktuar, qoftë në shkollë, për shembull është merita një mësuesi të mirë për të evidencuar brenda jush, brenda mendjes suaj, një vlerë ose një prirje që ju nuk keni ndërgjegjshëm, që gabimisht më thoni unë s'mbaj për matematikë. S'marr vesh nga matematika, e kam vështirë. Jo, është rrethana metoda se si ju e kam trajtu matematikën, nëse ju kam trajtu me një moment gabuar dhe ju e krijoni përshtypjen e gabuar, atëherë fajsoni gabimisht veten dhe thoni që s'kam prirje për atë. Keni parasysh që çdo individ pas ka aq shumë prirje brenda. Çështja është si me e nxjerr, pra mënyra si të krijohen rrethanat që çdo potencial, çdo prirje me nxjerr dhe asnjëherë mos fajsoni veten që jam e paafërt të gjë, jam e paafërt të gjë. Varet
kushtet se si u krijohet realiteti, rrethanat që mund të dalin një vlerë të parë. Kjo që përgjën rastin tim, ndofta kjo që rrethana shumë rastisht kam treguar një tregim. I pari ka qenë me gjëra në përgjigje pyetjes së që Parulla Begur, dhe unë tregonja rastisht me ca miq që ishin jashtë Shqipërisë, tregonja ca miqve të huaj se si bani parulla politike me në përkontra. Dhe njëri nga ata që lloj që ishte potus, edhe më tha, atë që na tregove mram, tha, se ishte të vetë. Atë që na tregove mram, a mure që me shkru, Tha shumë se, po tha, unë kam botoj një revistë mujore, si ti duqe, edhe du me botu në Francë. Dhe u botu për herë parë, unë si a botu në Shqipëri për herë parë, po botu va rastisht, u botu në Francë. Po kretë rastisht, se e kërkova me një si dura, po që luturi e madhe. Për një vërtetë se një luturi e madhe, se një fushë pa njohur, koncepti i shkrimtarit, gjithmonë i vlerësuar, që si kisha me dhune që do të shkruanja. Dhe kur pash që aji e dotoj, jo vetë që e dotoj, po më shkrujti pasaj në Shqipëri dhe më tërgoj më tha, më tërgoj dhe tregime tjera, se më kam përqyr shumë të tregime, shumë të tërgoj. Zotëri Julieta Liçkaj, shkrimtarët a lidhen si të tillë apo krijohen? Ka se shumë njerëz mendojnë se ata njerëz që lexojnë, pastaj mundin edhe vetë të krijojnë. Dhe cili nga shkrimtarët i lidhen arsye afronomi si Ajo pjesa e parë është e vështirë të përgjigje. Pyetja duhet të jenë, unë njoh disa, sidomos në poezi, shoh që ka poet njerëz që lindin me talentin e poezisë. Dallohen, pavarësisht nga kultura, nga formimi që do marrin më vonë, por që kanë prirje gati të lindur dhe po të themi gati gjenetike që talenti. Po ky është diskutim i gjatë, ende nuk ka kategorive që talenti ose prirja është gjenetike ose prirja është formohet gjatë jetës, kultivohet gjatë jetës. Po një dhe që do të jetë me prirja për shkencë, prirja për letërsi, për krijimtari. Nuk e di, në rastin tim nuk mendoj se kam pasur një prirje të lindur. Në rast, unë nuk e poezi nuk shkruaj se si duhet, edhe s'kam talent, unë nuk dallohem shumë për talent. Se them për modesti talent letrar të mirë filt. Unë nuk kam filluar shkruaj ato gjëra që me nga përvoja e jetës me intuit, mendova që ka një vlerë kjo, por vendimtare për një shkrimtar do thosha është leximi. Do të me lexosh letërsi të mirë. Pra, jo të leximi i kështu në masiv, sepse do leximi një selektivitet verash, natyrisht për shtatin e moshën, po leximi të bën shkrimtar. Në rastin tim mendoj që nëse vazhdoj që edhe për shkruaj, fal një periudhë si që theksova në fshat, kam lexuar shumë në periudhë, tash në fatkeqësisht në kara shija leximit. Jo se në kara, po edhe ju shikojmë edhe me detyrat e punës, me gjëra njeriu dhe me angazhime të tjera, por leximit të përshkrimtarëve. Këtë mos e harroni, sa më shumë lexoni letërsi të mirë, bëj shkrimtar. Ju jap një shembull, më thotë Fatos Kongoli, që është shkrimtar shumë i njohur sot në letrat shqipe. Suksesin e mora thot nga viti 89-91 kur patente krizën në Shqipëri aktivimin e regjimit, ai tha 3 vjet u izolova në shtëpi dhe fillova të lexoj letërsi të mirë frankofundisht. Po pa pushim, shkrimtar më mirë botërore. Dhe mbas asaj filloi një sukses i madh Fatos Kongoli. Kjo është një bisedë intime me te, por që po të tregu që nga leximi aq shumë vendimtar është leximi në formimin e një shkrimtari. Shef alternativat e mendimit, të krijimit, dimonja zakonisht. Për mua është vendimtar leximi. Atje dhe e lindur pastaj talenti, por që leximi dhe mënyra se si. Përsa ke shkrimtarët e linda, siç nuk e di, ka pëlqyer, nuk e di se edhe kjo periudha nuk është shumë e prerë. Drejmjeta nuk ka pas pëlqyer, mbajmend poezitë e Drejmjetës kurse më shumë. Pasaj nuk është periudhë me filte e Rilinës, do tha po Migjeni. Si poet është Migjeni, edhe si prozator, edhe si poet. Pasaj periudhë.
politika ka një vlerë, pjesa e elitës ka një vlerë, sepse secili ka dhënë kontributin e tij në asoj të ndryshme, në infrashe për shembull pati një vlerë të mendimit jo vetëm artistik, po nivelit artistik, po dhe të mendimit patriotik, një ringjallje dignitetin e qenë shqiptare dhe dashurisë për vendin për Shqipërinë, që është konformi me misionin fizikë të Rusisë. Por pra si shije artistike tash mbajmë që ka pasur libra, ka kohës për lexoj në detyrimin në prozë përsëri Nori, Fajkonica, çfarë kanë Nori me të sikur të Fajkonica ato mendimet e tij, jo si shqiptar se sa si mendim kritik. Po thash që sot e përmbledhja është një gjeni ndërmjet. Unë kam lexuar se një qytetar i shteteve të Skandinavisë gjatë jetës së tij lexon thuajse një numër të madh të shumë librash. Andaj pyetja ime kishte me qenë, sa lexohet libri tek ne? E ka konkurru, madje ka konkurru tamam për konkurru shumë Facebook dhe shqiptare, ato pastaj interneti e televizioni. Në fillim e konkurroi televizioni, pastaj konkurroi interneti shumë, tash gati komunikimi ose ushqimi shpirtëror i njeriu po zë shumë me këto teknologjitë e reja të komunikimit. Kjo ka përgjithësuar. Në anën tjetër ka përpjekje për të mbetur leximi edhe me mjetet e reja të komunikimit, nëpërmjet asaj që besoj e-book. Pra libra të shqitur në version numerik, tabloid, me një qoftë edhe celular, por sidomos në to tabloide si quhen. Ato që porositë libra shkarkohen dhe kjo po bëhet gjithmonë tendencë në rritjen edhe në botë, atë kemi vetëm, nuk kemi shumë e hotë, dhe aty mund të kesh 1000 romane, aty je në tren, je në avion, je në autobus, në udhëtim, e merr dhe lexon çfarë do. Pra ka përpjekje për të rezistuar, natyrisht shija e librit nuk do humbi, sepse mendohet se libri protest, po jo. Shija e leximit të librit letër nuk zëvendësohet. Si që thash, është çështje brezash, mendohet që të rritë sot të lexojmë pak se sa më parë. Kjo edhe përreth ana objektive dhe subjektive, sepse në atë kohë kishte që brezim, për shumë e ka pasur nga variacionet e vetme të rralla, kurse ju sot keni konkurron edhe disko dhe partit dhe datëlindje dhe shokëve dhe televizorit dhe Facebooku, komunikimit dhe shumë aktivitete të tjera. Kam përshtypjen që ka një rënje, megjithatë për ta mbyllur këtu në panajiret që bëhen në Tiranë, panajir libri, shiten shumë libra. Shiten vërtet shumë libra. Dhe kjo është një shenjë që libri, ai që harxhon rregull për librin, nuk harxhon për ta mbajtur në sirta, për ta lexuar. Ose për ta dhënë dhuratë në shoku, por që pra fakti që shiten shumë libra është një shenjë pozitive që e lexohet, vazhdohet me timin. I nderuar zotëri Ilieta Liçka, nëse do të mësoni që jetën të fillonit nga e para, a do të kaloni për rrugët të cilat keni kaluar gjithtash? Dhe nëse jo, çfarë do të dëshironi të kishit ndryshuar në jetën tuaj? Sa më shumë ka vjen vite, aq më pak kuriozitete që është shenjë e keqe, sepse njeriu e mban gjallë, dikush e mban gjallë njeriu kurioziteti për të njohur, për të mësuar, për ashtu. Megjithatë me moshë, unë habitet me vështirësi tash, ose një brezili habitet me një ashtu, ose jam më pak i ndjeshëm ndaj surprizave, ndaj ashtu. Çdo gjë e huaj, çdo gjë që ndodh me mua është reale, e pranoj, si e keqe si e mirë. Dhe kjo të bën që të shumë gjëra, po të kisha mundësi me që po të isha i ri përsëri dhe filloja jetën, shumë gjëra do ndryshoja. Sidomos dhënia më serioze, më seriozishme as vlerave serioze. Për një vërtetës unë kam ndryshuar shumë zanate në jetën. Më dhanë një shkollë që se një janë për shkencët e natyrës, dhe u përpoqja të bëjmë javë aty për studime didaktike. Pastaj ndryshova, shkova më morën në qërë delegacion në ambasadën e Bashkimit Evropian, në Fruta Kulturës, pastaj Mojnisja Kulturës, pastaj
ambasador, një fushë kritare, diplomacia. Fusha, pra, nëse e shohim aspektin, ka një aspekt pozitiv kjo gjë, por ka dhe një aspekt negativ që hidhu degën deg, edhe me zonë do lesh një gjurëm të mirë. Puna është që në njeriu të kanalizohet të bëhet i vlefshëm në një fushë saktuar. Pra shoqëria të ketë nevojë për ty e ti natyrisht, ti për shoqërinë për të bëhesh në atë fushë që ke një kontribut tënd, një krijim tënd, një vlerë tënd që shoqëria ta ka nevojë. Pra, o të bëhesh një mjek i mirë për që ta ka nevojë, atë fushë të futesh të lesh qoftë edhe këpucar i mirë, ai që rregull, ose marangoz i mirë, po ama atë fushë i futesh me pasion dhe t'jesh i vlefshëm, ti të ta ke nevojë. Pra pasioni për të bërë i vlefshëm në një fushë, i njohur në një fushë saktuar. Dhe karakteristika e njerë është e dembelit, për të hedhur në një tek në tekën tjetër, për të provuar atje, me janë të mirë është të provojmë të gjitha në kohën e duhur, dhe pasaj të prahesh të thellohesh në një fushë të caktuar, ti je specialist ose i vlefshëm, ekspert, i zoti i vetes në një fushë të caktuar. Këtë kjo më mungon, por të kisha mundësi të filloja, do isha futur, që dite, unë kam pasur pasion mjekësinë, se që kisha pasion të lexoja Çehovin si shkrimtar, dhe mësova që Çehovi ka qenë mjek, edhe kisha qejf të bëhesha mjek. S'paran, s'kisha mundësi, po të bëhesha mjek, do kisha dëshirë të bëhesha një mjek i zotin një fushë të specialitet saktuar, kardiologa, për kancer, për gjitha që për vlerësor, por që këtë kënaqësi do kisha mjek, të bëhesh në një fushë të saktuar, të jesh i vlefshëm në atë fushë saktuar. Zotri Iliet Aliçka, kam pasur rast që të lexoj se dikur në shekullin 19 në shtetet skandinave, shkrimtarët dhe poetët janë trajtuar si njerëz që son profet. Andaj desha të më pyes kë ka rendën sot shkrimtarët dhe poetët. E pan nga larg, kur e shef nga jashtë nga larg, koncepti i shkrimtarit ishte me një aureol, një imazh të romantik shumë të bukur. Jo, kam përshtypjen, nuk është më koncepti, kam përshtypur mjaft koncepti, perceptimi i shkrimtarit, jo më gjysmë profet pas sherek, profet jo gjërë, po janë njerëz zakonshëm. Unë po kem një tavolinë me miq, nuk dallojmë që janë unë shkrimtar dhe tjerët si janë shkrimtar. Hyrë në rutinën e jetës së zakonshme janë më shkrirë, edhe e shumë për i vërtetës. Ai adhurimi ka qenë më i adhuruar shkrimtari. Në shekullin 10 sidomos një shkrimtar i adhuruar ishin tamam, siç e tha duhet gjysmë profet dhe garigati profetëve që parashikonin diçka dhe merren me një. Është më i thjeshtësuar, më popullor sot. Sot shkrimtari është më i zakonshëm, më popullor, më mund të hasësh të jesh në tavolinë. Mua ka qenë një shumë shkrimtar të njohur botëror, për fat nga kjo aktiviteti diplomatik që kam pasur në Francë. Dhe pastaj hyn në biseda me novelist, kam qenë të ndar, me Václav Havelin, kam ndar. Të ishte dhe shkrimtarë politikan. Shef njerëz që diskutojnë gjëra interesante, por që gjëra të përditshme që janë të njëjtat problematika që ka çdo individ në jetën e tij. Problematika të bazë, ushqimit shpirtëror dhe të ushqimit që është ngopjes së nevojave të njeriut. Por fenomenet të kurit gjithandaj po ta shqetësoj dhe gjithsesi duhet vlerësuar që janë disa maja të mendimit të krijimit. Në momentet e tyre më të bukura mund të përfitosh shumë ata, për shembull, në momentin që kam ndëdur me Skopornon dhe Evropaqëta dhe shqiptar, përveç me Kadaren në moment, për shembull shpeshherë me Ismail Kadaren, me shkrimtar francez të njohur ose italian, dhe në momentet e tyre më të mira që ata thonë një diçka, një mendim për një analistë të caktuar, se çdo njeri nuk është, edhe unë këtu mbaroj tash këtu të futem në leksion
do i përthasi studenti, do bëjmë nervoz me gjërë, do hyrë jetë rutinë të zakonshme, do bëjmë i keqë i mirë me provimet, me not të keqë e not të mirë, pra do hyrë në rutinën e jetës, por në momentet që bëhet e tyre not të mira mund të kapësh me ndime të jetës së shkrimtarit dhe mund të profitojë shumë. Nga momentet e mia më të bukura është janë bisedat me Kadaren, me poetin bio, për një Fabrizio De André, që një poet italian shumë i njohur, me novelistin suedez që në një poezi. Ka momente që përfiton njeriu dhe nga shkrimtarët që kanë imazh adhurim shumë të madh. Por në pjesën më të madhe janë kështu, i takon njerëz jashtëzakonshëm dhe me jetë e përgjithshme. Unë të desha përfundimisht juve nëse s'keni pyetje të tjera të them dy fjalë të mia të përgjithëse, apo keni një pyetje tjetër? Sepse sot ju kufizoj, unë kam për shumë takime nga, më bëjt tash, më janë 15-20 vjetë që janë për shkrimtar, që shkruar. Dhe më ka qëlluar të për shumë takime dhe brenda dhe jashtë vendit, mos jashtë vendit, sepse kote fundit po më sqarohet geografia e përkthimeve. Më del një libër në Çeki, që është përkthyer në çekisht, del paluar në kur, më del një libër në Norvegji, më del një libër tjetër në Itali, dhe kjo në Francë, madje edhe në Serbi ka ftuar në shpjegatuese Laguna, nuk e di Laguna kanë ftuar për të thënë një roman të fundit timin që sepse që mori shkrimin shkrimin e dytë në Ballkanin, ka valsi dhe turist. Pra, po më sqarohet gjeografia e përkthimeve dhe ka pasur shumë takime. Por po ju them me një gjë, me një sinqeritet. Unë ju falenderoj juve të 6 ose 6 përfshirët e profesorin këtu, sepse së pari po ka të vlerën e parë. Biseda u bë shumë interesante. E pamërzitshme, jo monotone, më provokua me pyetje që unë s'kisha nga gënjeja, po më tregoja në vërtetën me të mirë dhe të fjen. Pra përgatitja juaj që aq e mirë sa më lehtëson bisedën edhe më të këndshme, nuk e më të mërzitshme rutinë, njëre para. Pra, vetë biseda që shumë e këndshme, natyrisht e orientuar kjo përgatitja juaj përveç dëshirës suaj për letërsinë, por duket që ka një regjizor të mirë mbrapa që e frymëzon dhe e drejton. Kjo është vlerësimi i parë. Vlerësimi ajo përshtypja e dytë që vërtet ju falenderoj është nuk njemi, nuk e njoh, kam dëgjuar vetëm si koncept geografik krajinë e Preshev, me Bujanovs, nuk e di që ka fëmijë ose vajza kaq të bukura, por me gjitha kaq të lexuara, kaq të interesuara për letërsinë dhe kur mendon që jeni shqiptare në një vend të themi që s'ka jeni në minoritet dhe me këtë dëshirë për dije, për kulturë, për letërsi, vërtet është kënaqësi e madhe që takon vajza shqiptare të ri shqiptar. Jam kurioz, unë për shembull më shkoj me shumë dashuri në Kosovë, kuptoj të shkoj me shumë dashuri. Dhe unë kam shkruar, kam bërë disa shkrime për edhe që unë nuk jam dalluar për politikë, para jam marrë me jo s'para, po s'jam marrë me politikë, por për çështjen jam prononcuar edhe në Francë shpeshherë, në shkrime në Francë, por madje nga krenaritë e mia, kjo e them pa modesti, nxori një shkrimtare austriake një libër për një histori të krimeve në Kosovë, edhe për një roman, edhe për këtë në Shqip, dhe mua më lanë të bëja të shkruaja komentin para tënje, dhe kam edhe votuar me revistat kosovare. Dhe kam nga kontributet e mia që më ka dalë vërtet shkrimi mirë dhe më doli nga pasioni për vlerat e shqiptarëve, për të drejtën, konceptin e të drejtës dhe u frymësova nga ky është romani i saj austriakës.
Do të them që e kam shumë kënaqësi kur takoj shqiptar që janë jashtë Shqipërisë. Dhe ti ndjen që nuk kemi asnjë dallim. Madje përkundër se unë pash mua nxënësit shqiptarë që kanë studuar ka shumë sa i të gjashtë këtu. Nuk se e për modesi, por nuk ma kanë varë shumë në shkolla aty. Ju ma keni varë qikë më shumë, ma për vetë setër ma shumë se sa duhet proza. Dhe unë do kërkoj të video në kopjen që ta kemë edhe me shqipmen. Se janë çfarë thonë nxënësit janë jashtë Shqipërisë. Dhe ju falenderoj shumë. Po e veçanta juaj është është të do normal, të takohesh me të rikje, sjetojnë Shqipërinë dhe që të njohin kaq shumë dhe interesojnë me këtë pasion për kulturën shqiptare. Dhe së fundi, profesorë, ju falenderoj shumë juve veçanërisht. Është nismë që ju keni kuptuar, po jo vetëm ju natyrisht, po në rastin konkret ju keni kuptuar që shqiptarët, në treva shqiptare, pista më e privilegjuar e bashkimit është bashkimi kulturor, shpirtëror. Dhe duke mbajtur gjallë këtë bashkëpunim ose këtë vetdije ndërgjegjësim mbi kulturën e përbashkët që kemi, pra ju nga ju jam bindur që 3-4 nga ju, këtu jam gjysmë profet, me që të vajza, do të dallohen letërsi. Ma po, do të bajnë emër në tema. Por, duhet të them që vetëm duke qenë komunikimi shpirtëror, bëhet fjalë për një kulturë përbashkët dhe një shkëmbim këtë dialog që është shumë i këndshëm për mua, edhe për ju dhe për mua, po kjo është, si thosh, platforma më e përzgjedhur dhe e mbajnë gjallë këto nisma, iniciativat, sepse sa do modeste në pamje, por që janë aktivitete që rigjallojnë dhe fakti që edhe u regjistrua dhe shumë televizione shqiptare do e japin, do jepet në kam përshtypjen në Kent. Ju keni televizion lokal atje, por kam përshtypjen që do jepet atje. Pra unë do të bëjmë një orë për shepë, edhe në bëjë nësë. Dhe ju falenderoj vërtet që erdhët dhe vërmëndjet dhe sidomos bisedën që i dha në gjyrim me shumë. Ishte me vërtet një privilegj njone që ta kemi mësafër të misionit. Kërja personazh të tja misionit, zotin Ileta Liçka, edhe me të patë se sa është modest, se sa nuk është njerëzit e mdhej. Modestinë e tyre e tregoj se si sillet me njerëzit e vegjël. Njerëzit e mdhej, vetrës i ndërtej përmendore, pastaj gjeneratat që vi për kujdeset për bustin e tyre. Lidrë të figura shumë shëmuara, shumë punemura, shumë të respektuara aqë zotin Ileta Liçka, të cilin të falenderoj për zemësisht që ishte pjesë e këtë emisionit që ka planojnë këtë emision edhe ne që si qoqatës të akademisë tova do të dekorojnë, do të shpërblejnë me një njohje, ajo me njohje e cila del nga qoqata jonë, por edhe del nga dhellë nga shpirti jonë e akademisë tova. Qetra edukative arsimore për talent të ri në Buenos në me njohje zotit Ileta Liçka, të cilin e shpall shkrimtari i popullit në fushën e letërsisë shqipe. Kemi ndjenjë që personalisht të ndërsojmë këtë me njohje në shek, me njohje në shek falënderimi që i ka dhënë kulturës, artit dhe letërsisë shqipe në mbarë Evropë. Profesor, ju falenderoj shumë. Kam marrë vlerësime të tjera dhe çmime të tjera, por ju siguroj profesor që ka një shije të veçantë ky kursim. Si përshto, jam i sigurt edhe biro që përshto krijues shqiptar, që të marrësh një vlerësim nga
nga ju dhe nga